Në kantierin e rrugës në Prekal, kryetari i Bashkisë Shkodër ka inspektuar nga afër punimet që po kryen në këtë zonë, pas dëmtimeve të shkaktuara nga kushtet e vështira atmosferike. Punimet po vijojnë pa ndërprerje deri në orët e vona të mbrëmjes, me qëllim rikthimin sa më të shpejtë të kalueshmërisë së rrugës për banorët e zonës. Kryetari i Bashkisë Shkodër u shpreh se ky është një segment me rëndësi të veçantë, pasi lidh 3 zona dhe ka një rol të rëndësishëm në lëvizjen e banorëve dhe në aksesin e shërbimeve. Rruga është e rëndësishme për lidhjen e gjithë zonës, janë 3 komuna që lidhen këtu, kështu që e kemi fokusuar forcat në riparimin e kësaj rrugë. Është gati 35 metra gjatë dhe një lartësi 10 metra, sigurisht është një mur betoni që po realizohet. Ne shpresojmë në këto 2-3 ditë të përfundojmë. Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i planifikimit dhe zhvillimit të territorit, Mikel Kopsaj, bëri me dije se ekipet janë çdo ditë në terren, duke punuar në kushte të vështira për të garantuar qarkullimin dhe sigurinë rrugore. Nga data 3 janar, do të thonë, punëtorët e Bashkisë Shkodër janë punë ditë për ditë, edhe ditën e diele. Besoj mrena 3 ditë bëhet e qarkullueshme aksi. Terreni ka njerëz që më shumë vështirë, kushtet, siç e shikojmë, kushtet në poshtë në rrugë, materiale gërimit i bën të spostuar me makineri të përcjell me makineri. Por puna ka në një shumë klasë, ka probleme, puna shqiptare, besoj edhe banorët janë më të kushtuar, ta kenë bërë maksimum. Sipas parashikimeve, segmenti pritet të jetë i hapur për banorët gjatë javës së ardhshme.